Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 5 gusht 2026. Duket se një ditë mjaft ndikuese për mbysje, sepse afërdita ndodhet në fund të vijgjëreshës dhe po përgatitet të futet të zhvendoset në shenjën e peshores. Ditën e nesërme të datës 6, do thosha unë, po gjithsesi ka një ndikim tjetër kjo. Kur do të thotë se sot përmbyllet një fazë dashurie, marrëdhënie, parat, shija, ndryshimi, vendimi, përmes analizave dhe syrit kritik tuaj. Afërdita në vijgjëresh nuk flet me fjalë të mëdha. Ajo tregon dashuri përmes kujdesit, ndihmës, vijgjëreshës, që do të thotë që ndikimi me detajet duhen të pasur kujdes, sepse janë shumë detajist dhe energjia e tyre bëhet më diplomatike dhe më racionale për futjen e afërditës në këtë shenjë. Më të ndikuarat duke se janë vijgjëresha, peshqit, binjakët, shigjetarë, sidomos të dhjediqit të tretë, sepse afërdita ndikohet shumë në lidhje me shkëndrueshmërinë dhe sqarime në marrëdhënie, në lidhje me punën dhe karrierën. Ajo do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi dhe gjëra të paqarta i zgjidh. Shenjat e tokës, Demi, Virgjëresha dhe Bricjapi, ka një ndikim shumë të madh sepse lidhen me punën, me organizimin dhe vendimet të rëndësishme. Shenjat e ujit, Gaforia, Akrepi dhe Peshqit mund të marrin një ndihmë mbi atë që do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi. Astrologjikisht, sot është dita e mirë për punë me detaje, rregullime dokumentash, kontrolle, ndryshime, trajtime, rregullim shtëpie, marrëveshje. Është ditë shumë e mirë dhe për çështjet ekonomike financiare, sepse disa gabime nga e kaluara mund të zgjidhen pikërisht në këtë ditë. Është një nga ditët më e arta, sepse në lidhje me vendime që mund të merren, kjo do të thotë që ka mundësi dhe kohë të mirë për sa i përket nënshkrimeve, marrëveshjeve, çështjet praktike dhe si ditë është relativisht e mirë nëse dokumentet janë të qarta dhe nuk kanë probleme. Kjo është diçka shumë e mirë dhe shumë pozitive. Tani, para se të filloj me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz, siç shikoni atje,